Atletika shqiptare ka mbyllur me sukses paraqitjen e saj në garat ndërkombëtare duke sjellë rezultate të rëndësishme dhe medalje të shumta për Shqipërinë. Sportistët kuqezi u dalluan si në kampionatin European Challenger Championship, ashtu edhe në Games of the Small State of Europe, duke konfirmuar nivelin e lartë të atletikës shqiptare në arenën ndërkombëtare. Një nga protagonistët kryesor të këtij suksesi ishte Franco Burraj, i cili vazhdoi dominimin e tij në garën e 400 metrave. Atleti shkodran u shpall kampion duke fituar medaljen e artë pas një performance të shkëlqyer. Në garat e zhvilluara në Monaco regjistroi kohën 46 sekonda e 45 të qintat, rezultati më i mirë mes të gjithë konkurrentëve, duke bërë që vendi i parë të shoqërohet me ekzekutimin e hymnit shqiptar në mes të gjithë pranishmëve. Një tjetër sukses i rëndësishëm erdhi nga Muhamet Çangeli, i cili fitoi medalje të argjend në kërcim së gjati. Me një kërcim prej 7.45 metrash ai siguroi vendin e dytë, duke rikonfirmuar performancën e tij në këtë disiplinë. Në garat e European Challenger Championship spikatën gjithashtu atletët. Redia Dauti e rënditur e dyta në garën e 5.000 metrave, që fitoi medalje të argjend, ndërsa Relaxa Dauti siguroi medaljen e bronzë në garën e 800 metrave. Në Games of the Small States of Europe, Relaxa Dauti kontriboi gjithashtu në bilancin e medaljeve të Shqipërisë me një medalje të bronzë. Një pjesë e madhe e këtij suksesi atribuohet atletëve të klubit Vllaznia që vijojnë të jenë ndër përfaqësuesit më të spikatur të atletikës shqiptare. Franco Burraj dhe Muhamet Çangeli i dhanë Shqipërisë dy prej medaljeve më të rëndësishme të aktivitetit, duke dëshmuar dhe njëherë cilësinë dhe traditën e shkollës shkodrane të atletikës. Meritat veçanta për këto rezultate kanë edhe trajnerët Bruno Rotani dhe Dorian Tafa, të cilët kanë punuar ngushtë me sportistët për arritjen e këtyre sukseseve. Federata e Atletikës dhe komuniteti sportiv kanë vlerësuar përkushtimin, sakrificën dhe profesionalizmin e atletëve që me paraqitjen e tyre nderuan flamurin kuqezi dhe promovuan atletikën shqiptare në një nga skenat më të rëndësishme sportive ndërkombëtare. Rezultatet e arritura përbën një tjetër dëshmi të potencialit të sportit shqiptar dhe një motivim më të fortë për sfidat në vijim.